Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e kaluar në fshatin Preknica, një njësinë administrative të Shkerit në Matësi të Madhe, ku një rofe ka shkërmbuar një banesë dykaqe. Fatmirësisht nuk ka pasur dëm në njerëz, vetëm dëme materiale, gjithashtu edhe në bagti. Ende nga banesa e Zef Preknicës, që u dosh një natë më parë, vion të dalë tym. Kjo shtëpi dykatëshe u shkërmbua thuajse krejtësisht pasi një rofe e goditi katin e parë. Në momentin e rënjes së flakëve në banesë ishin Zefi me bashkëshortën, të cilët fatmirësisht kanë shpëtuar pa lëndime. Vëllai i Zefit, që jeton pak metra larg, tregon momentin kur rofeja goditi banesën. Disa ati ka marrë kash për të shtëpia komplet. Edhe dolën zjarë fikse dolën shpejt sa nuk vonon me dalë, po kita e shpërthy katër qoshe shtëpia edhe spatën shpejt, po asa ta e nalën flakën, po me bo se nuk mori edhe shtëpia poshtë edhe gjëra tjera. Vau me gjithë të qoshe që në kanë banesë. Men atë dhe zote se si kam shtua. Të merë, ka vete ima, ka gjua e ashtu ka shpërthy komplet. Vetëm i zote din se si kam shtua ta. Nuk di se si kam shto, si kanë mund me dalë. Djali për fat kje të na, e ka pështu se me pakën e djali atë i të kanë mosë më keqë, se si këtë ka halli. Se a me marë, a me ka zepi ka ratë qoqës të fikë, e ka marë shanë, e ka qitë për jashtë, se i ka ratë fikë, se ka lotimi ka të qoqë, ka kalua, a ka dash mu gjuhë për pigjerët me dalë vetë me pështua, kur ka marë qoqën, e ka zhake dhe ka dalë, janë djekë dy loptë. Në kanë ndjekë thënjtë, ndjekë tana derët, kanë ndjekë, ban zharë me gjithka. Ashtë ban sketër, nuk vëgojite se sa da me a ban. Marku thot se dëmet e shkaktuara janë të mëdha, ndaj bën thirrje e shtetit që ta ndihmojnë. I baj thirrje qeverisë, shtetit, bashkisë, gjithku i baj thirrje që vendormi ta. Sa është në Kastrav, ashtë jashtë veti treti. A jashtë, pa asë një të ardhën botë. Ka një asistencë për 500.000 lekë, tjetë të gjanë botë ju. Ndërkohë, forcat zjarfikse kanë bërritur me njërë në vendin e ngjarjes, ku kanë bërë të mundur shuarjen e flakëve. Flakët kanë djegur krahas rendive shtëpiake, edhe vegla pune dhe disa bagti, ndërsa familja Preknica i bën thirrje shtetit për ndihmë.